Përshëndetje, me gjithë se janë festat e fund vitit, na kena vendosur me përgadit një kek me limon. Me lëkurën e limonit dhe me langun edhe me gjitha këto që të shihni ju përpara. Për këtë kek na nevojiten 3 kokra vezë, 150 gram kos, 2 limoj, një sheqer vanil, 1 pluhur përpjekje, 100 mililitra vaj, 250 gram sheqer pluhur, edhe miell 250 gram, pak orra dhe pak rrosht e tjerër. Tash të shkojmë me procedurën, ja fillojna mas pare, I thej vezet. Tash të I thejna vezet këtu. Na e thym vezet. Ja fillojna me rohë vezet me tel, kuzhina një herë për një herë. Edhe qesim sheqerin pluhur. Qetëm tash 250 gram sheqer pluhur. Një herë për një herë I rrohëm vezet me sheqerin derisa të zbardhen. Shtë shkojna. Unë tash të shkoj edhe pak me mikser, sepse rrohja bëhet pak ma mirë. E rohëm vezet me sheqerin pluhur derisa të shkumon kështu edhe të merr një ngjyrë të bardhë. Shkojmë duke ja hek lëkurën e limonit sepse edhe këto kena me përdor te keku. Tash ja fillojna duke ja hek lëkurën e limonit. Na e grym në grejt kështu lëkurën e limonit. Tash këta 2 limoj I prejmë dhe ja hekum langun. Shkojmë duke shtrydhë kështu edhe duke ja hek langun.
Me gjithë se i shtrydhëm 2 limoj, edhe tash ja fillojna na ju po se i rahem këto vezet me sheqer pluhur, shkojmë tash të me vajnë. Qëtë 100 ml vaj. Pa krip, edhe lëkurën e 2 limojve. Po ashtu shkojmë edhe me kusin. Muni me përdor 150 ml qumsht, ose ka, cilën ju dëshironi. Unë kom zgjedh kusin. Edhe ja filloj me një përzierje këtu. Ja fillojna tash millin me qitë. Këtu i kena 250 gram mill. Unë gjithësi të millin, po për shkak që shkojmë shtu dalim se jam me dur. Po ashtu shkojmë me tjertë. S'kena nevoj me mikser ma, vetëm me dur për më shku. Qesim pluhur për pjekje 12 gram edhe një sheqer vanilë. Po ashtu edhe langin, une këtu janë 2 limoj që i kom hek langin, edhe ja qesim, dhe me thonë një të dytën, langin e 1 limon e gjys, sepse e lang pak lang, për mja qitë kekit për mi.
Tash me gjithë se shkum duke përzi qështu me dorë, edhe ja qesim orrat edhe rushin e tjerëne. Orrat të coptuara dhe rusht e tjerër. Tash ju i pot për bersit. Na kena marrë këtijën e kena ly me margarin, edhe shkojmë duke qitë tash të këtu bromen. Tash të qojna për pjekje, furrën e kom shu njëherë 250 gradë, kur të qes me pjek, e lëshojnë e 180 gradë. Me thonë pjekja bëhet për 35 minuta dhe qështu në 40, sepse nuk mujna me lënë temperaturën shumë të lartë. Tash e qojnë në furrë. Tash prishin e kekin që na hekem nga furra, ky u pjek për 40 dhe 45 minuta, se unë thash 30 dhe 40, po në temperaturë 170 gradë dhe 180 gradë. Normal që ka gjysa pjeknit e kom qitë një ta me ujë për funi, edhe tash të shkojmë e hekum kekin për këtuhe. Kekun që e heken edhe e kthejna në këtë shtu. Masi ta hekim kekun e shpujna ka pak. Ja qesëm pak lang limoni, jo shumë. Sepse bëhet pak më i butë. Po ashtu shkojna me sheqer pluhur. Tash të shkojmë pak me sheqer pluhur. Kjo është keku. Mujna edhe me pre. Prapi shih në kekun.
shihni kikun, tepër i mirë. Edhe ju kisha thonë me provu, mos u ikni kësaj recete, sa është shumë e saktë. Shkoni që shumë shkuone në qitë mënyrë edhe moni me përgadit kikun. Me leng limoni, livorët e limonit edhe ju i patë. Faleminderit për shikimin e kësaj video, na bani like dhe subscribe, edhe na komentoni me komentet e mira, sepse na pjo ofrojmë recetat më të mira që është e mundshme. Faleminderit.